Edhe për përmbytjet e këtij viti, shkak nuk janë vetëm rreshjet e shumta, siç po mundohet të justifikohet qeveria, por edhe mungesa e digave dhe argjinaturave të lumenjve, mos pastrimi i kanaleve kryesore zonale dhe mos funksionimi i hidrovorëve. Informacioni i ardhur në pamfleti tregon një aferë tjetër financiare të Frida Krifcës, kur ajo ishte ministre e bujqësisë në vitet 2021-2023, me zhvatjen e fondeve për digat e lumenjve, argjinaturat, hidrovoret dhe kanalet kulluese kryesore, në dosjet e investimeve dhe tenderimeve të Ministrisë së Bujqësisë të viteve 2021-2023, në dokumente thuhet se janë ndërtuar digat e lumenjve, argjinaturat dhe investime në hidrovoret e zonave, me garanci 10 vjeçare për të përballuar sasitë e rreshjeve dhe evadimin e tyre, por realiteti në Shkodër, Lezhë, Kurbin, Fushkruj, Durrës, Fier, Vlorë, Lushnjë, Maliq, Roskovec, Berat, Dimar dhe zona të tjera tregon se sistemi i menaxhimit të ujërave të rreshjeve është jashtë funksionit. Megjithse 2 vite më parë janë bërë investime me vlerë 28 milion euro, përveç 59 milion eurove të investuara në vitet 2017-2021. Kjo tregon se edhe milionat e tenderuara gjatë viteve të drejtimit të Frida Krifcës janë vjedhur duke mos ndërtuar, mos riparuar dhe mos mirëmbajtur digat e lumenjve, argjinaturat dhe të gjithë sistemin e shmangjes së përmbytjeve. Sipas dokumenteve, tenderet e këtyre fondeve, Krifca padyshim me bekimin e Edi Ramos, u dha klientëve të qeverisë, Pollum Salillari, Rok Gjoka, Bashkim Ulaj, Ndue Kola dhe të tjerëve që njëkohësisht kanë shkatruar shtretërit e lumenjve me nxjerrje rëre e zhavorri.